Përshëndetje të dashur nxënës. Përsëri filloj me mësimin online, mësimin distancë. Unë për klasën e 8 nga lënda matematikës kam përgatitur mësimin Shqiprina e dy formave të përbërë. Çfarë janë? Mësimin e keni në libër në faqen 286. Çfarë janë dy format të përbërë? Dy forme përbërë është figurë që përbohet prej dy ose më tepër dy formave. Për shembull, ja ku kemi disa figura të cilat janë dy forma të përbëra. Nëse vërejmë figurën e parë, është e përbërë prej një drejtkëngëshi dhe një trekëngëshi. Figura e dytë është ja ku kemi figurën e dytë dhe tretë. Pra, dy forma e parë është e përbërë nga drejtkëngëshi dhe trekëngëshi. Dy forma e dytë është e përbërë nga gjysmërrethi dhe trapezi, ndërsa e treta prej trapezit dhe drejtkëngëshit. Të vërejmë se si njësojmë siprinën e këtyre figurave të përbëra. Pra, siprinën e formës 2D të përbërë mund të njësojmë nëse në fillim caktojmë siprinat e secilës 2D formë në veçanti dhe pastaj të njëjtat i mbledhim. Për shembull, te figura e parë, nëse caktojmë siprinën e drejtkëngëshit dhe siprinën e trekëngëshit. Shumë lehtë do ta gjejmë pastaj siprinën e dy formës së përbërë. Te figura e dytë, gjejmë siprinën e trapezit dhe siprinën e gjysmërrethit. Dhe shumë lehtë e gjejmë siprinën e formës 2D të përbërë. Këtu kemi figura e tretë, është e përbërë prej trapezit dhe drejtkëngëshit, e gjejmë siprinën e trapezit, gjejmë siprinën e drejtkëngëshit, i mbledhim ato dhe në fund gjejmë siprinën e përgjithshme të figurës. Të kalojmë në një shembull, pra të njësojmë siprinën e formës 2D të dhënë në vizatim. Nëse të ky vizatim kemi një figurë, nëse tërheqim një segment këto, pra me tërheqjen e vijës në 2D formë, vërejmë se ajo është përbërë prej trapezit dhe drejtkëngëshit. Pra, e kemi trapezin dhe drejtkëngëshin. Për ta gjetur siprinën e kësaj 2D forme, do të veprojmë si vijon. Hapi parë. Së pari gjejmë siprinën e drejtkëngëshit që ka gjatësinë 5 cm dhe gjerësinë 4 cm. E dimë se siprina e drejtkëngëshit njësohet kur shëmzojmë gjatësinë dhe gjerësinë. Dhe me thënë 5 herë 4 kemi 20 cm katror. Hapi dytë gjejmë siprinën e trapezit. Tani, kur e kemi nda me segmentin që e tërhoqëm, kemi te trapezi bazat njëra është 11 minus 5, 6 cm, lartësia është 4 plus 4 bëhet 8 cm dhe baza tjetër është 4 cm. Siprina për njësimin formula për njësimin e siprinës së trapezit është S barazi 1/2 A plus B herë H. A-ja është 4, B-ja është 6, H-ja është 8. Me zavendësim do të kemi siprinën e trapezit 4 plus 6 herë 8, 10 herë 8, 1/10 herë 8, 1/8 vjetës, që të thotë siprina e trapezit është 40 cm në katror. Tani, pasi gjetëm siprinën e drejtkëngëshit dhe siprinën e trapezit, hapi tretë veprojmë që mbledhim siprinën e drejtkëngëshit dhe trapezit dhe do të fitojmë siprinë e përgjithshme. Siprina e drejtkëngëshit është 20 cm katror, kurse siprina e trapezit është 40 cm katror. Kur i mbledhim ato, vërejmë se është 60 cm në katror. Çojmë një detyrë nga detyra e parë që kemi në libër në faqen 287. Dhe me thënë, është dhënë forma 2D e përbërë, që përbohet prej një drejtkëngëshi me dimensione 10 cm dhe presje 8 cm dhe prej gjysmërrethit. Pra, në njëjtën mënyrë si te shembulli paraprak do të veprojmë hapin e parë,
do gjejmë siprinën e drejtkënqit që ka dimensionet 10 cm dhe 5/8 cm. Pra, siprina e drejtkënqit këtu është gjatësia 10 cm, gjerësia 5/8, siprina do të jetë 10 herë 5/8, 58 cm në katror. Hapin e dytë gjejmë siprinën e gjysmërrethit. Gjysmërrethi ka diametrin 10 cm, që i bie rrezja është 5 cm. Siprina e rrethit është rrezën katror pi, kurse e gjysmërrethit është gjysma e rrezën katror pi. Dhe më thonë 1/2 rrezën katror pi, kur zëvendësojmë rrezja 5 cm, 5 në katror herë pia 3/14, gjejmë 25 herë 3/14, më thonë siprina është gjysma e 78/5 cm katror, që është 39/25 cm në katror. Tani pasi gjetëm siprinën e drejtkënqit, që ishte 58 cm katror, dhe siprinën e gjysmërrethit 39/25 cm katror, i mbledhim në hapin e tretë, më thonë mbledhim siprinën e drejtkënqit dhe të gjysmërrethit dhe fitojmë siprinë e përgjithshme 58 cm katror plus 39/25 cm katror. Kur i mbledhim ato kemi 27/25 cm katror. Për më tepër mund të hyni në faqen Math is Fun, ja ku kemi një shembull, për shembull një figurë dido të përbërë, që përbohet prej një katrori, aja dhe trekënqi. Katrori ka brinjët 20 cm, kurse trekënqi ka lartësinë 14 cm. Gjejmë siprinën e katrorit, që është 20 herë 20, 400 m2, kurse siprina e trekënqit është 1/2 baza herë lartësia, më thonë 1/2 e 20 herë 14, që është 140 cm2. Kur i mbledhim ato, mbetet siprina e figurës së përbërë është 540 cm2. Pra, te faqja Math is Fun, ju mund të vorreni, mund të gjeni detyra të ndryshme në lidhje me figurat 2D format. Pra, mendoj, shpresoj se me këtë, me shembullin paraprak dhe këtë detyrë, ju kam ndihmuar sadopak që ju ta kuptoni mësimin siprina e formave 2D të përbëra. Shpresoj që në faqe detyrë shtëpie të punoni faqen 287 detyrat 1, 2, 3, duke ndarë në figurat të përbëra, figurat e ndryshme, dhe do të veproni sipas shembullve që i paraqitem në këtë prezantim. Ju falenderit për vëmendje, ju dëshiroj sukses në punën tuaj të mëqyeshme, rrini në shtëpi dhe ruani shëndetin tuaj. Ju përshëndes, kaloni bukur.